sadakaja, ka thonë alayhi salatu wasallam, sadaka ajo e cila jep dora e djathtë e se sheh e majta. O, shiko se ngati janë ti dur, qiri durët e tua. Kjo kur ta jape, kjo mos me pa. Bane e sap, kjo me pa si se sheh. A çka bëhet që njerëzit sot i kushtojnë ndihmat me Facebook? Po ta jap, a e çet Facebook? A e kupton njerëzit sa janë të lidhur për egot e vetën, për unin e vet? Ku jet Allahu xhel xelalu? Sot njerëzit na manipulojnë se unë këtë punë e baj për Allah, e ndihmoj për Allah, apo edhe pastaj ti thu, po hajde ndihmoje që ta po të parët. Po pse u halodh njerëzve krye që ti fol për Allah, e punon për Allah? I kanë komercializu krejt e adhurimet. Pitte zeqati, prejte haxhi, prejte umreja, prejte sadakaja, prejte ndihma me shtëpia, këti kanë komercializuar. Çeti parët si dush. E fukaraja i shka të boje. Fukaraja i shka të boje. Ai që s'ka shka të boje. Andaj tha Allahu sa dhahayakum, kurbana që i therni, tradit mos t'ju zanë të shtëpia, se ka fukara që s'kan me hangër. Andaj të ndëruar xhamat, këto hadithe duhet ta ngritin vetdijen e muslimanit, ndërgjegjen e muslimanit, le ti djeg prej mrena muslimanit, nëse është një vëlla musliman që s'ka mundsi. Po, nëse s'ki mundsi me ndihmuar jo mesele tjetër.